Po edhe që e bona atje asoj qikës për puthën. Atë ka marrë malli për puthën. Ja, muj, ha? Ajde këtu. Ajde këtu, mos u tut. Qëre, që bon beje që më pullë më bollë, po, ha? Përdrysh, ha? Më bollë, po. Ajde, po. Gjallë të këtë, bravo, ha? U tuta. Shiko. Po në silikan nuk kam, sigurisht e qika, ki parasysh. Jam pa silikon. Si ke provu, po jam pa. Ti je kon, ke pas kon, edhe do jesh një, si që ke titullin e emisionit, Sadria Kojshia, e si shtemi në Shqipëri, Kojshia është i pari vlla. Bravo, faleminderit shumë. Ti e di që unë për ty, do me thënë, e marr rrugën gjithmonë nga Tirana. E di. Për këto emisionet e tjera që më ftojnë, me që jam në emisionin tënë, t'u them, shikoni pak, kur ftoni njerëz nga Tirana për të ardhur të emisionet tuaja, kini parasysh që janë ca shpenzimet rrugës. 2 euro nofta. Diku, po, faleminderit, diku duhet hanë ata njerëz, diku duhet flen. Dhe për më tepër, përderisa ju mbajnë emisionet, shikoni dhe për do një pagese. E kupton, dakord, ne frymëzohemi nga hiri perëndis, po duhet të hamë do një gjë. Se s'duhet hani vetëm ju. Zakonisht ha njerëzit. Mendohem, zakonisht, njerëzit. Jo artistët. Artistët s'ka problem, janë asket. Po sile shumë nga Kosova ti? Dujnë shumë? Më s'kona e tre? Se të posh edhe me djep tash, bish beba po mungon? Shiko, po, e vërteta është që është një detaj në Parlamentin Shqiptar të 1924-ës, pas Revolucionit Demokratiko-Borgjes të udhëhequr nga Theofan Stilian Noli, kryepeshkopi i Shqipërisë atëre, kishte një veçori, po jeq këto se shoh që bëjnë refleks. Kishte një veçori. Avni Rustemi nga Libohova në Parlamentin Shqiptar përfaqësonte Kosovën. Ishte nga Libohova, Gjirokastrës. Dhe përfaqësonte të drejtat e Kosovës. Kështu që Shqipërinë mund ta duash kudo që të kesh lindur. Nuk ka rëndësi se ke lindur në Tiranë, mund të kesh lindur dhe në Athinë. Mund të kesh lindur dhe në Konstantinopol apo Stambollin e sotëm. Mund të kesh lindur dhe në Prishtinë. Po mjafton të duash Shqipërinë. Kjo është e rëndësishme. Të tjerat pastaj komentet që kam në rrjetet sociale më të bukrat, më të ndjerat, i kam pikërisht nga shqiptarët e Kosovës. Po çfarë mendoni me, domethënë lart me që jemi këtu te këto fjalimet e tua që gjithmonë i ki edhe nuk i ki veç domethënë kështu patetike, po i ki nga zemra, nga shpirti i Jo, nga zemra e kam, ti e di. Ti je patriot i vërtetë, ne kom po edhe në Greqi, edhe kemi fol edhe kur ke qenë se të kanë dhënë rruga ata tagimitar të kështu me radhë, din publiku kush është Lart Vasili. Je nga njerëz të pagët që më ka kontaktuar në rrjetet sociale 2014-ën, 2012, 2014, 2 vjetëresh që mua më përndiqnin, je nga njerëz të pagët që më kontaktuan. E vërtet. Faleminderit shumë. Jo, është e vërteta. Është një parade e këfurit turk, pa dosh me ofendua s'kan domethënë me veshje të perandrisë Osmane kështu. Jo turk. Otoman. Otoman de? Po jo këfuri turk e ka bën domethënë e ka bën me veshje otomane. U bë një parakalim në Prizren. Po nëse e ka regjia foto në benzer, po. E pash parakalimin në Prizren. Ç'të të them, e di çfarë, tani ka ngelur forcat speciale serbe të parakalojnë Prishtinë. E themi s'ka gjë, le të parakalojnë. Kështu ka ngel. Kjo gjë. Do me thënë, nuk kam asnjë gjë me popullin, me këdo popull në Ballkan. Për mua, Ballkani duhet ishte federat, po nëse ky është një bisedë tjetër. Por, më fal, tani, ne deri në 1300-ën, ne kishim universitet këtu, ku studionin filozofët e Venedikut. Ne kishim filozof shqiptar, Palengjellin, i cili kishim, do më thënë, ishte këshilltar
i Venedikut dhe i Raguzës, ne kishim mbledhëri me familjen mbretërore të Francës. Ne kishim shumë gjëra. Do thua ti pastaj ç'ndodhi. Asgjë, thjesht erdhën otomanët. Edhe na lanë ashtu si na lanë. Përmbysën gjithçka. Tani, të kuptohemi, feja është një gjë tjetër dhe perandoria, dhuna, diktatura dhe shkombëtarizimi është diçka tjetër. Ti falu si të duash, falu në këmbë, falu në gjunjë, falu përmbys, falu shtrirë, si të duash. Mjafton t'i falësh Zotit, dhe unë nuk kam lexuar askund në shkrimet e shenjta të thot vrit atë që nuk falet si ty.